Gjithmonë mendohej që në qoftë se një pjesë e trurit vdes si rezultati një dëmtimi, një traume apo një patologjie, quhej zonë e vdekur. Por në fakt studimet treguan që kjo nuk ishte e vërtetë, sepse truri gjatë gjithë kësaj kohe bënte ato që quhenin sinapset e reja. Truri është gjatë gjithë kohës në punë duke bërë ato që quhet neurogjenezë, që sigurisht në fëmijërinë e hershme dhe deri në moshën 24, 25, 30 vjeçare është vazhdimisht në aktivitet duke krijuar sinapset e reja. Ndërkohë që më pas bie neurogjeneza, jo se nuk krijohen sinapse. Truri krijon sinapse kundrejt çfarëdo lloji informacioni të ri. Për shembull, nëse unë shoh një gjë të re që nuk e kam parë asnjëherë në jetën time, dhe ndërkohë që kjo gjë më tërheq dhe më shfaq interes, patjetër që truri im fokusohet dhe fillon edhe krijon ato lidhjet e veta, sinapset e veta ndërmjet tyre, duke i dhënë fokus kësaj gjëje që mua po më pëlqen ose që po më tërheq, duke ma vënë edhe në të funksion të aktiviteteve. Sigurisht që krijimi i sinapseve të reja ka lidhje edhe me zonat e veçanta të trurit.